Të dashur shqiptar, është ora 2 natës dhe unë po parfumohem, se thonë që parfumet të rregullojnë kujtesën. Jam i sigurt që kujtesa ime është përmirësuar me vite. Çfarë mbaj mend unë? Mbaj mend që në Greqi, në atë zonë që quhet Akea, jo Hellada, është një zonë tjetër, Akaja, është një vargmal që quhet Malea. Është emri i gjinisë femërore. Edhe Dimale është emër i gjinisë femërore. Shqiptarët thonë që Dimale do thot dy male. Në fakt është Dimal, për i gjinisë femërore. Grekët thonë ka kuptimin dy fije leshi dhe ne nuk e dinim ç'do thot kjo dy. Është gjetur pikërisht në Malea një pllak me emrin Apollo Maleatos. Fjalë për fjalë, Apollo i maleve. Por unë kam gjetur 4 mbishkrime, jo në Helladë. Apollo Shkodrani, pra të Zot në qiell. Pra të Zot, unë kam zbuluar që ilirët kanë folur dialekte helene, por jo greqisht. Ju i quani Pellazg, Alban, çrën si ka. Nuk ishin grek sepse shumica e emrave që grekët ju vuan albanëve ishin fyerje, drilon, organ mashkullor, breukoj, vemje. Ishin fjalë shumë të këqija. Por fisi më i bukur, i lirë, më i pa përsëritshëm, është fisi Amantis, që në gjuhën helene do thot priftëresh që nuk bën parashikime të sakta ose sharlatane. Amantis është një sharje në greqisht. Grekët këtë nuk e din. Sipas Homerit, Amantis vjen nga Abantis dhe Abantis vjen nga Eubea. Kjo quhet etimologji popullore. Vepra e Homerit është një vepër etimologjike. Pra unë kam gjetur Apollo Shkodranin, pra të Zot, në qiell, duke studiuar të gjitha mbishkrimet e gjetura në gadishullin ilirik, por dhe në Azinë e vogël. Por kjo që kam gjetur që Apollo Maleatos është Apollo i maleve, dhe grekët nuk e din, kjo është gjë më e bukur. Ju do të çmendeni nga gëzimi. Tani unë jam i gëzuar, por më shumë jam i hidhëruar. Jam i hidhëruar se njerëzit e mi më të dashur janë shumë të shqetësuar që gjuha shqipe është kaq e ngjashme me dialektet helene. E pra, a është gjuha shqipe gjuhë indo-europiane? E pra, gjuha shqipe dhe gjuha helene janë gjuhë motra. Malea në gjuhën helene do të thot mali të dashur shqiptar. Në Akea, vargmalet quhen Malea. Kjo është, nuk kam fjalë, nuk gjetet fjalë. Ta shikojmë bashkë se do të çmendeni. Të dashur shqiptar, fatmirësisht, emri Apollo Maleatos është regjistruar gjithashtu nga pushtuesit romak. Dhe ka mbetur ky emër i Apollos në shekuj deri në ditët tona. Fjalë për fjalë do thot Apollo i malit.
është gjetur ky mbishkrim në zonën e Akajas, bregdeti Malea, për atë zot që është në qiell dhe lidhet me gjuhën sanskrite, ka kuptimin një send i rrumbullakut, me maj, perlë gjithashtu, lidhet me foljen helene, molein, do të thot ngjitem, vi. Dhe ka patur kuptimin në gjuhën helene të lashtë, një kuptim pak të keq, prishem. Ka marrë kuptimin tradhtoj, dezertoj, kaloj në anën tjetër. Pra, promole do thot të afrohesh në këmbën e malit, ose në gojën e lumit, pranë këmbës së malit. Ka një kuptim të keq në gjuhën helene, tradhti. Moleuo ka kuptimin pres në mënyrë të shkurtër, rënjët e pemëve i shkurtoj ato, dhe pastaj mori kuptimin e leshit në gjuhën helene. Prandaj fjala Malia i thon leshit, por në fillim ka qenë prerje e rënjëve në këmbën e malit. Fjalë për fjalë. Pra kjo fjalë ka evoluar në gjuhën greke në lesh, dimale dy fije leshi, por në gjuhën ilire kjo ka patur kuptimin e dy binjakëve. Tani e di me siguri, sepse Apollo Maleatos ishte njëri nga dy binjakët, Apollo dhe Artemisi, që shoqëronin diellin kur ai lindte dhe atëherë kur perëndonte. Ky ishte funksioni i binjakëve të dashur shqiptar dhe lidhet me fjalën mal, atje ku fshihet dielli në perëndim. O Zot, o Perëndi, ku je, ju lutem të dashur shqiptar, kam një lutje shumë të thellë për ju. Kur ju bëni komentet tuaja, njerëzit e mi më të dashur i lexojnë ata dhe hidhrohen shumë. Komentet i bëjnë të ashtu quheturit patriot, monosilabik, që nxjerrin fjalë të helenishtes nga fjalë njërokshet e shqipes. Por fjala mal nuk është njërokshe, por ka dy pjesë, mal dhe mbaresa i, mali. Dhe kjo fjalë po ashtu në gjuhën helene është malea, pra është me dy rokje. Dhe Apollo Maleatos është me 3 rokje. Nuk ka në gjuhën indo-europiane fjalë me një rokje. Përfundimisht, të gjitha fjalët në shqip kanë mbaresa, që turbo-albanët nuk i respektojnë sepse nuk dinë gjuhën shqipe. Ju lutem, më ndihmoni, përpiquni të bëni komente pozitive të mira, sepse kjo shqetëson shumë njerëz të mi, kushërinjt, familjen time. Dhe unë jam shqiptari më patriot në botë. Në fakt jam shqiptari më i mirë, më i dashur, si e dua unë Shqipërinë, nuk e do njeri. Të gjitha emrat e fisëve ilire i kam gjetur unë dhe i kam shpjeguar unë dhe askush tjetër në botë. Ju lutem, për herë të fundit, e vetmja lutja ime është, bëni komente të mira, të qytetëruara, bëhuni njerëz, përpiquni që ta kuptoni patriotizmin tim, absolut. Unë jam autori i fjalorit të gjuhëve indo-europiane, që e ka përkthyer atë në anglisht, e ka nxjerr falas për ju në internet, mund ta gjeni. Dhe unë jam ai që kam shpjeguar emrat e fisëve ilire, i vetmi në botë. Pra kam bërë veprën më të madhe patriotike të mundshme që mund të bëjë një shqiptar. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.